Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Do ndiheni më të motivuar për të arritur qëllimet tuaja. Një mundësi e mirë financiare mund të shfaqet, por duhet të jeni të kujdesshëm në detaje. Në dashuri, sinqeriteti është çelësi. Demi. Dita sjell harmoni dhe stabilitet, veçanërisht në marrëdhëniet personale. Financat mund të kërkojnë pak më shumë vëmendje. Mos anashkaloni shëndetin tuaj emocional. Binjakët. Energjia juaj është e lartë dhe komunikimi juaj sot është majgjepsës. Është momenti ideal për biseda të rëndësishme ose takime të reja. Kujdes me vendimet e nxituara. Gaforia. Mund të ndjeni disi të ndjeshëm sot, por kjo ju jep një kuptueshmëri të thellë ndaj të tjerëve. Merrni kohë për veten dhe mos e ngarkoni veten me përgjegjësi të panevojshme. Luani. Sot është një ditë për të shprehur pa frikë. Karriera mund të përfitojë nga një vendim i guximshëm. Në dashuri, jeni të hapur për aventura të reja. Virgjëresha. Puna kërkon përqendrim maksimal, por do të shpërbleheni për përpjekjet tuaja. Një lajm i papritur nga një mik i vjetër mund t'ju ndryshojë planet. Peshorja. Harmonia në marrëdhënie do të jetë në qendër të vëmendjes. Sot është dita perfekte për të zgjidhur mosmarrëveshje të vogla. Jeni më të qartë në ndjenja. Akrepi. Dita mund të sjellë tension në aspektin profesional, por përdorni intuitën tuaj për të shmangur konfliktet. Në dashuri, një takim pasionant është i mundshëm. Shigjetari. Një energji pozitive ju udhëheq sot. Jeni gati për të eksploruar diçka të re, në punë apo në udhëtime. Kujdes me shpenzimet impulsive. Bricjapi. Fokusi juaj është i fortë dhe mund të përfundoni projekte të rëndësishme. Në jetën personale, është koha të lini pas të shkuarën dhe të përqafoni mundësi të reja. Ujori. Sot do ndjeni krijues dhe të frymëzuar. Puna në grup sjell rezultate të mira. Në dashuri, është një ditë e mirë për t'i treguar dikujt ndjenjat tuaja. Peshqit. Jeta shpirtërore merr rëndësi sot. Do ndjeni më të lidhur me ndjesit tuaja të brendshme. Në aspektin profesional, mos e nënvlerësoni veten. Keni më shumë fuqi se mendoni. Horoskopi në Top Albania Radio.